Marrëdhënia e tensionuar mes Selinit dhe Mirit rikthehet në qendër të vëmendjes pas deklaratës së fortë në Shqipëria Live që nga ditët e tyre në shtëpinë e Big Brother. Marrëdhënia mes Selinit dhe Mirit ka qenë një nga më të komentuara nga publiku. Mes afrimeve, përplasjeve, kunjave të vazhdueshme dhe deklaratave që shpesh kanë ndezur rrjetin, dy ish-banorët kanë mbetur vazhdimisht në fokusin e mediave roz. Dinamika mes tyre dhe shpar nga ndjekësit si një raport i ndërlikuar, ku herë ka pasur momente afrimi, e herë akuza dhe tensione që kanë bërë bujë të madhe në publik. Edhe pas përfundimit të eksperiencës në Big Brother, emrat e tyre kanë vijuar të përmenden shpesh në media dhe emisione televizive, duke treguar se raporti mes tyre vazhdon të zgjojë interes të madh. Çdo dalje publike, deklarat apo reagim nga njëri prej tyre është komentuar gjerësisht, sidomos kur bëhet fjalë për çështje të ndjeshme personale që lidhen me jetën private jashtë formatit. Së fundmi, Miri ka bërë një deklaratë të fortë gjatë një interviste në emisionin Shqipëria Live, duke sjellë sërish në qendër të vëmendjes emrin e Selinit. Në fjalën e tij, ai ka pretenduar se Selini po përballet me një situatë shumë të rëndë familjare, duke thënë se babai i saj ndodhet në burg dhe se nevojitet një shumë e madhe parash për ta nxjerrë prej andej. Sipas deklaratës së Mirit, bëhet fjalë për rreth 300.000 euro, shumë që ai e përmendi si tepër të lartë dhe të vështirë për t'u siguruar. Miri ka shkuar edhe më tej, duke pretenduar se kjo situatë lidhet me probleme serioze që, sipas tij, kanë të bëjnë me mashtrime të supozuara me prona. Ai është shprehur se këtë informacion e ka marrë nga burimet e afërta me Selinin, duke lënë të kuptohet se ka pasur komunikime apo informacione të ardhura nga persona që njohin nga afër situatën. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur asnjë konfirmim publik nga vetë Selini apo nga persona zyrtar që mund të hedhin dritë mbi këto pretendime. Një pjesë e madhe e reagimeve në rrjet janë fokusuar pikërisht te pesha e kësaj deklarate. Ndjekësit janë ndarë në dy kampe, disa e kanë parë si një dalje shumë të rëndë dhe të ndjeshme që prek drejt për drejt jetën private të Selinit, ndërsa të tjerë kanë komentuar se nëse një situatë e tillë është reale, atëherë bëhet fjalë për një histori dramatike që shpjegon shumë nga presioni emocional që ajo mund të ketë përjetuar. Në të njëjtën intervistë, Miri është shprehur se, pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur mes tyre, ai është i gatshëm ta ndihmojë Selinin. Kjo fjali ka tërhequr jo pak vëmendje, pasi vjen pas një periudhe me tensione dhe përplasje mes tyre, duke krijuar një kontrast të fortë mes akuzave të rënda dhe gatishmërisë për mbështetje. Për momentin, mbetet për t'u parë nëse Selini do të reagojë publikisht ndaj këtyre pretendimeve dhe nëse do të japë versionin e saj mbi këtë çështje që ka trazuar rrjetin. Ajo që është e qartë është se një deklaratë e tillë ka mjaftuar për ta kthyer edhe një herë vëmendjen te raporti i saj me Mirin dhe për të ndezur debat të fortë në opinionin publik. Në botën e spektaklit, kufiri mes asaj që është personale dhe asaj që bëhet publike duket se është gjithnjë e më i brisht. Dhe kur emra të njohur flasin për tema kaq të ndjeshme, reagimi i publikut është i menjëhershëm.